Kujdes, jo për ripopullimin e Shqipërisë. Koncepti i ripopullimit të Shqipërisë është një koncept i futur nga Edi Rama si pasojë e marrëveshjes Rama-Meloni. Pra keni parasysh që këtu duan sjellin afrikan, njerëz botës tretë, që nuk jam racist dhe nuk du t'i komentoj fare, por ata duan të vinë në Gjadër, në Kakariq, pikërisht në zonat më konservatore të Shqipërisë, po doni edhe në Seman që duan të hapin një kamp tjetër për ta kthyer Shqipërinë në një kamp masiv refugjatësh. Tani ne duhet ndajmë menjen. Kemi prioritet turizmin apo kemi prioritet kampin e refugjatëve që duan të na sjellin në Lezhë. Unë nuk e kam problem çështjen e marrëveshjes Rama-Meloni. Kam qenë një nga të parat që e kam kundërshtuar dhe vazhdoj ta kundërshtoj. Kam organizuar protestë në portin e Shëngjinit. Precedenti që vendos kjo marrëveshje është shumë i rrezikshëm. Pse? Kryeministri bavarez pas kësaj marrëveshje tha që jam dhe unë i interesuar për të sjellë emigrantët e palishëm nga Myniu drejt Shqipërisë. Kostoja e një emigranti të palishëm që shkon në Angli del më lirë për ta çuar në Shqipëri se sa në Ruanda, sepse plani anglez ishte për t'i çuar në Ruanda. Këta duan t'i sjellin në Shqipëri. Pra, pyetja është, a do kthehet Shqipëria në një kamp masiv refugjatësh? Kjo është pyetja që duhet i përgjigjet kryeministri në këtë rast. Në rast se ai ka ndërmend që ta kthejë Shqipërinë në një kamp tillë, unë refuzoj dhe shumë tjerë do ta kundërshtojnë. Pra, të largojmë shqiptarët dhe të fusim këtu njerëz tjerë që nuk janë nga Shqipëria, të cilët do të jenë skleverit e këtyre që kanë bërë para, rreth 3-4 mijë veta kanë në Shqipëri që kanë para të madhe, dhe këta do t'i luajnë këto degët e palmave për t'i bërë fresk këtyre. Jo, shqiptarët do jetojnë në Shqipëri dhe paketa e Partisë Demokratike në këtë rast është shpresdhënëse. Janë të detajuar në programin 50 faqesh që ne kemi bërë për t'i ofruar shpresë shqiptarëve në këtë rast.